Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Hungaria dhe Maqedonia e Veriut rikonfirmojnë bashkëpunimin. Në një konferencë të përbashkët mes kryeministrave të dy vendeve, Histria Mickoski dhe Viktor Orban, mbajtur në Budapest, krerët e qeverive nuk nguruan dhe të japin kritikat e tyre në adresë të Bashkimit Evropian. Kryeministri Viktor Orban tha se Hungaria mbështet përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për marrëveshje me Rusinë për të ndalur luftën në Ukrainë, ndërsa tha se Shtetet e Bashkimit Evropian nuk kanë mirëkuptim lidhur me këtë temë. Ndër të tjera, Orban deklaroi se Hungaria do të mbështesë Maqedoninë e Veriut në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Kryeministri Histria Mickoski vlerësoi se paqja mund të arrihet vetëm nëpërmjet një koordinimi të BE-s me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shefi diplomacisë hungareze, Peter Szijjártó, theksoi se Maqedonia dhe Hungaria e mbështet presidentin aktual Donald Trump. Ai këtë e deklaroi në konferencën e përbashkët për media me ministrin Timcho Muchunski. Szijjártó e kritikoi takimin e lidhjeve europiane në Londër dhe planin e tyre duke thënë se kështu vetëm vazhdohet lufta dhe parandalohen përpjekjet e Trumpit. Nga ana tjetër, Muchunski theksoi se dhe Maqedonia e Veriut dhe Hungaria së bashku e kanë mbështetur rezolutën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kombet e Bashkuara. Muchunski dhe Szijjártó në Budapest nënshkruan plan aksionar në të cilin do të ndahen përvoja dhe njohuritë e Hungarisë për rrugën e Maqedonisë drejt anëtarësimit të plotfuqishëm në Bashkimin Evropian. Ministrat nga koalicioni Vlendës Nam nuk ishin pjesë e delegacionit qeveritar të Maqedonisë së Veriut që ndodhet në Budapest. Në të morën pjesë vetëm ministrat nga VMRO DPMNE dhe koalicionit Maqedonia Jote. Kreu i lëvizjes BESA, Bilal Kasami, thosë se në Budapest shkuan ministrat e cilët duhet të nënshkruanin projektet e marrëveshje konkrete. Zëdhënësia e qeverisë, Maria Miteva, sqaroi se vizita në Budapest është një çështje protokollare dakorduar sipas protokollit të Hungarisë dhe se çdo ministri që ka një homolog për takim është i pranishëm. Ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut, Orhan Myrtezani, tenton të sqarojë mungesën e tij në takimin zyrtar mes delegacioneve qeveritare në Budapest. Nuk shkova në Budapest me qeverinë se isha ngarkuar këtu. E kisha plot agjendën, deklaroi ministri për çështjet europiane. Gjatë vizitës në Budapest u buroi mungesa e ministrave shqiptar si pjesë e delegacionit qeveritar. Zyrtarisht nga qeveria është mohuar mundësia e një përplasje brenda koalicionit qeveritar mbi këtë çështje. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histria Mickoski, mund të ketë patur kontakte me ish-kryeministrin Nikola Gruevski në Hungari. Pas kthimit nga Budapesti, ai sqaroi se nëse do të ishte takuar me ish-kryeministrin Arati, do të kishte informuar publikun, ndërsa nuk munguan dhe akuzat ndaj opozitës. Ne se sretnaf në dokument. Jo, nuk jam takuar, por nëse do të takohem ose nëse do të isha takuar, do të jeni të informuar, sepse unë udhëheq politik në parimin e vërtetash më saktë. Kështu që besoni që gjithmonë kur ndodh diçka, unë atë e them, nuk kam pse e fshe, nuk kam çfarë të fshe. Ndërgjegjen e kam gjithmonë të pastër, por gjithashtu, në emër të kësaj të vërtete, mund të konfirmoj shumë shpejt dhe me fakte se një numër i madh i funksionarëve të ish koalicionit LSDM dhe BDI janë takuar në Budapest me zotin Nikola Gruevski. Gospodina Nikola Gruevski. Tha Histria Mickoski, kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Nga 1 prilli pritet të hyjë në fuqi sistemi i kalimit kufirit me një ndalesë mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Kryetari i Kuvendit i Maqedonisë, Afrim Gashi, në një intervistë televizive konfirmoi se përgatitjet teknike janë në fazën finale, ndërsa aspektet politike dhe administrative janë të rregulluara. Ai theksoi se kjo marrëveshje do të lehtësojë lëvizjen e qytetarëve duke shmangur ndalesat e dy fishta në kufi. Prej 1 prillit të filloi funksionalizimi i plot i kalimit të kufirit me një ndalesë për ta pasur më të qartë shikuesit tuaj, por edhe shqiptarët këtu te ne, kalim të ngjajshëm sikur që e ka Kosova me Shqipërinë. Domethënë në hyrje të Kosovës, nëse niseni prej Shkupit, ndalemi në Hanta e Lezit, pa u ndalë në pikën në Blac, ndërsa kur kthehemi apo kur vini prej Prishtinës në Shkup, ndalen në hyrje të pikës në Maqedoninë e Veriut. Ishte Afrim Gashi, kryetari i Kuvendit i Maqedonisë së Veriut. Maqedonia e Veriut nënshkruan marrëveshjen për 2.4 milion euro për projektin për ndërtimin e kalimit të përbashkët he kurridor kufitar me Serbinë në Tavanoc. Marrëveshja u firmos nga zëvendës kryeministri e ministrit të transportit Aleksandar Nikolovski dhe shefi i zyrës së Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Fatih Turkmenoglu. Marrëveshja është pjesë e pakos investuese për 7.6 milion euro për ndërtimin e pikës përbashkët kufitare midis Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Në këtë mënyrë do të përmirësojmë komunikimin mes dy vendeve sepse do të kemi një one-stop shop edhe në sektorin e kurridor. Shpresoj se kjo do të jetë një hyrje në rivendosjen e linjës së rregullt e kurridore midis Shkupit dhe Beogradit, ku duhen përpjekje për të dyja palët. Besojmë se një nga linjat kryesore ekonomike të vendit është korridori 10, i cili fillon në portet e jugut, Pireut, pranë Atinës dhe portit të Selanikut dhe vazhdon në Europën qendrore, në vende si Hungaria, Austria, Çekia dhe Slovakia, deklaroi zëvendës kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Aleksandar Nikolovski.
Ekonomi. Çështja e rritjes së pagës minimale mbetet e hapur në Maqedoninë e Veriut. Sindikatat kërkojnë që paga të jetë minimale 500 euro, ndërsa kontributet deri në 3000 denar të subvencionojë shteti. Nga qeveria deklarojnë se sindikata dhe punëdhënësit nuk kanë asgjë kundër nëse punëdhënësit mund të paguajnë pagë minimale më të lartë se ajo ligjore, por se subvencionimi i kontributeve nuk është në agjendën e qeverisë. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë pritet që në qeveri të dorëzojë propozimin me të cilin do të kërkojë rritje të pagës minimale dhe të gjitha pagave të tjera. Nga lidhja e sindikatave në Republikën e Maqedonisë së Veriut thonë se paga minimale duhet të sigurojë minimumi siguri materiale për punëtorët. Punëdhënësit pajtojnë që të rritet paga minimale, po kërkojnë që qeveria të ndihmojë me subvencionimin e kontributeve. Për vlerën e pagës minimale do të bisedohet në mbledhjen e Këshillit Ekonomik, që pritet të mbahet në mes të këtij muaji. Qeveria në Maqedoninë e Veriut kërkon që meritjen e pagave në arsim të rritet dhe cilësia e mësimdhënies. Me paga më të larta për kuadrin akademik dhe buxhet më të madh, shënojmë 50-vjetorin e themelimit të Unionit të Sindikatave në Universitetin Shën Kirili dhe Metodin në Shkup, theksoi ministri i Arsimit dhe Shkencës Besna Janevska në konferencën shkencore. Sfidat e reja në arsimin e lartë dhe lëvizja sindikale organizuar me rastin e përvjetorit, që nga janari këtij viti pjesa më e madhe e punojësve në universitetet shtetërore kanë rritje të pagave brute duke përjashtuar përvojën e kaluar me mesatare për rreth 14%, për një pjesë më të vogël të punësuarve rritja është mesatarisht 8%, theksoi Janevska. E gjitha kjo tregon se qeveria dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës janë të vendosura për të bërë hapërpara në cilësinë e arsimit, përfshirë arsimin e lartë. Prandaj kemi rritur investimet, por gjithmonë e them qartë se dhe pritjet tona nga komuniteti akademik janë më të mëdha, u shpreh ministri i Arsimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Vesna Janevska. Opozita maqedonase përkra kërkesat e sindikatave për rritje të pagave minimale. Deputetja e LSDM-s, Sanja Lukareska, njofton se partia e saj po propozon zgjidhje ligjore që do t'u vinë në ndihmë punëtorëve dhe kompanive, por dhe të hyrave shtesë për buxhetin. Sipas saj, projektligji do të mundsojë punëdhënësve në sektorin privat që punëtorëve të tyre të rrisin pagat nga 3000 deri në 15000 denar pa pasur nevojë të paguajnë kontribute për atë pjesë të shtuar. Nëse rritja mesatare e pagave është 7500 denar për 400.000 të punësuar, atëherë rritja totale e pagave në nivel vendi do të ishte 585 milion euro, ta deputetja e LSDM-s Lukarenska. Qeveria e Maqedonisë së Veriut njofton shpërndarjen e këstit të parë për 10.4 milion euro të mjeteve të destinuara për përkrajjen e kompanive vendore nga buxheti qendror në bankë zhvillimore. Ministria e Financave, Gordana Dimitrieska Koçoska, njofton se transferimi është realizuar me kërkesë të bankës zhvillimore për tërheqjen e mjeteve dhe pas miratimit të projekteve nga bankat afariste. Me buxhetin e vitit 2025 u planifikuan 250 milion euro mjete për përkrajjen e kompanive vendore, të cilat do të stimulojnë zbatimin e një cikli të rinvestimesh në sektorin privat, i cili do të ndikojë në stimulimin e aktivitetit ekonomik. Ky do të jetë stimuli i fuqishëm për ekonominë vendase dhe për kraje, veçanërisht duke patur parasysh kushtet më pak të favorshme në suaza globale, shkruan ministri e Financave Gordana Dimitrieska Koçoska në rrjetet sociale. Rritja e prodhimit bruto vendor në tremujorin e 4 është treguesi i parë se ekonomia e Republikës Maqedonisë së Veriut po rri më këmbë dhe po ecim në drejtimin e dur, deklaroi kryeministri Istria Mickovski. Ai tha se si qeveria kanë stabilizuar situatën në vend. Ju kujtoj se në tremujorin e tretë ishte 3%, tani është 3.2%. Pres që kjo rritje të vazhdojë dhe në tremujorin e parë të këtij viti. Pres një tjetër lajm të mirë në fund të javës dhe mendoj se strategjia e konsolidimit dhe më pas zhvillimit të saj, ngadalë por me siguri po jep frute, tha Istria Mickovski. I pyetur për investimet e huaja, kryeministri Istria Mickovski u përgjigj se edhe këtë vit do të ketë rritje të investimeve të huaja. Komisioni Regulator i Energjisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka detyrim të mbrojë të drejtën e konsumatorëve për pagesë të drejtë sipas konsumit aktual të energjisë. Leximi duhet të bëhet çdo muaj siç parashikohet nga të gjitha kategoritë e lidhjeve në sistemin tarifor të shpërndarjes. Komisioni Regulator për Energjetik në Maqedoninë e Veriut të kryejë ndryshime të rregullave për furnizimin me energji elektrike dhe të vendoset leximi detyrueshëm për furnizimin me energji elektrike dhe të vendoset leximi detyrueshëm ujor të matësve. Apeli vjen nga inxhinierët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, siç bëri të ditur kjo deklarat. Me vendosjen e blok tarifave më 1 korrik 2022, Komisioni Regulator për Energjetik kreu ndryshim të rregullave për furnizimin me energji elektrike duke paraparë lexim 3 mujor në vend të leximit vjetor të matësave. Ky ndryshim, bëjnë të ditur, ishte rezultati i ankesave të shumta nga konsumatorët për lexim që nuk korrespondon me konsumin real. Aktualitet. Maqedonia e Veriut angazhohet në luftën kundër korrupsionit. Zëvendës kryeministri Arben Fetaj njoftoi se është takuar me përfaqësues të Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, ku u theksua domosdoshmëria e përshpejtimit të luftës kundër këtij fenomeni dhe forcimin e koordinimit ndërinstitucional në zbatimin e strategjisë shtetërore në këtë fushë. Lufta kundër krimit dhe korrupsionit është top prioritet i qeverisë dhe ne jemi të vendosur që të rikthejmë besimin e qytetarëve në institucione. Theksova se gjatë qeverisë së mëparshme ka pasur regres të madh në këtë fushë për shkak të mungesës së
vullnetit politik dhe vendimeve të dëmshme, siç ishte ndryshimi i kodit penal, që çojnë në amnistimin e organizuar të korrupsionit politik, shkruan zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Arben Fetaj. Shumica e qeverisë në Maqedoninë e Veriut vijon procedurat për shkarkimin e prokurorit Lupço Koçevski. Kërkesa arriti në Këshillin e Prokurorëve Publik. Me këtë fillon afati prej 14 ditësh me të cilin Këshilli duhet të jap mendim lidhur me propozimin për shkarkimin e Koçevskit. Nëse Këshilli në 2 javët e ardhshme nuk i përgjigjet qeverisë sipas ligjit, afati do të shtyhet edhe për 1 javë. Ndërsa nëse Këshilli ende nuk ka përgjigjet, do të konsiderohet se mendimi për shkarkimin e Koçevskit është negativ. Megjithatë, pavarësisht se Këshilli nuk do të jap mendim pozitiv apo negativ, shkarkimi i Koçevskit do të votohet nga deputetët. Prokurori publik i shtetit shkarkohet nga kuvendi me 61 vota pro. Ministria e Punëve të Brendshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut u bën thirrje qytetarëve të mos bien prej mashtrimeve me aksidente të rreme, ndërsa kërkon t'i denoncojnë menjëherë në polici. Sipas njoftimit zyrtar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, qytetarët kanë denoncuar gjithnjë më shumë vepra penale mashtrim që janë kryer ndaj personave më të moshuar. Autorët e veprave i kanë mashtruar personat në atë mënyrë që u janë paraqitur në telefon dhe u janë prezantuar si persona zyrtar më shpesh në punës të policisë dhe nga ata kërkojnë mjete financiare për lirimin nga përndjekja penale e fëmijëve të tyre ose nipërve të cilët pak përpara informimit kishin bërë aksident në transport me pasoja të vdekjes. Siç bëhet e ditur në kumtesën e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës Maqedonisë së Veriut, mashtruesit i kontaktojnë viktimat më shpesh me telefon fiks, por ka raste kur janë kontaktuar edhe përmes telefonit të lëvizshëm me numër të fshehtë. Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës Maqedonisë së Veriut i njofton qytetarët të mos bien prej mashtrimeve. Mbi 20 institucione në Maqedoninë e Veriut kanë blerë antivirus rus për të mbrojtur. Ministri për transformim digital Stefan Andonovski tha se është e saktë se një numër i madh institucionesh i vendosin të dhënat e qytetarëve në server për të cilët pastaj nuk kujdesen nëse janë të mbrojtur mjaftueshëm dhe se ku i vendosin. Stefan Andonovski tha se Maqedonia është një nga pak vendet në botë që nuk ka ligj për sigurinë kibernetike. Krahas asaj, ministria po harton dhe ndryshimet e ligjit për media. Regjistri që do të dhëjë Agjencia për Shërbime Mediatike, Audio dhe Audiovizuale dhe kushti për momentin sipas ligjit është që media të ketë të paktën 3 të punësuar që të regjistrohet në këtë regjistër dhe të ketë domen Maqedonas të Andonovski. Këto ndryshime ligjore duhet të miratohen deri në fund të këtij muaji. Qeveria e Maqedonisë së Veriut merr masat për shtimin e radhëve të ushtrisë. Shpallet konkursi për rekrutimin e 300 ushtarëve profesionistë në ushtrinë e Maqedonisë. Në një deklaratë për mediat, kryeministri Istria Mickovski u bëri thirrje të gjithë të rinjve të interesuar të aplikojnë dhe tha se janë të mirëseardhur nëse dëshirojnë të përfshihen në sistemin e mbrojtjes dhe sigurisë së vendit. Ai tha se do të pranohen të gjithë ata që i plotësojnë kushtet pavarësisht nga përkatësia etnike. U bë thirrje të gjithë qytetarëve, pa dallim etnie, të gjithëve që duan të përfshihen në sistemin e sigurisë, dhe këtu nuk ka përqindje. Kushdo që plotëson kushtet do të pranohet. Të gjithë shprehmisht, të gjithë ata që duan të marrin pjesë në mbrojtjen e atë dheut të tyre, tha Istria Mickovski, kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.